Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Përshëndetje dhe mirë se takohemi edhe sonte si zakonisht të martëve mbrëma nga ora 21 me emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor Dr. Shevçet Krasniqi. Ky emision tashmë siç e dini është pra drejt për drejt dhe njëkohësisht kontaktues i hapur për dëgjuesit dhe shikuesit tanë të cilët dëshirojnë të bëhen pjesë i këtij emisioni përmes pyetjeve dhe pastaj sigurisht për të marrur edhe përgjigjet nga hoxha i nderuar. Hoxha, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Dhe pa humbur kohë, kemi telefonatën e parë për sonte, inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum salam. Po, I kam 3 pyetje për hoxhën nëse bën. urdhoni. Pyetja e parë është si është e mundur që shejtani ka ndikuar tek Hava dhe te Ademi që me hangër mollën e ndaluar, duke e ditë që shejtani nuk ka vend në xhenet. Si ka depërtu? Pyetja e dytë është 10 natët e fundit Ramazanit, a është e lejuar me u bë itikafi për femra në shtëpi? Dhe pyetja e tretë është, po shoh shumë postime në rrjetet sociale që po flitet se është afër koha e daljes së Imam Mehdiut, duke u bazu në ngjarjet e fundit. Veç dishta një koment prej hoxhës për këtë çështje. Selam aleikum. Në rregull, aleikum selam, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e falenderojmë, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar i dërgojmë, familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë muslimanëve, të gjitha kohrave, të cilët kanë ndjekur, kanë pasuar rrugën e atij burri të madh, derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj, sa i përket pyetjes se si arriti Iblisi i mallkuar që t'i bëj cytje Ademit dhe Havës, alejhima assalam. Përderisa Iblisi u mallkua, u largua nga rahmeti e Allahut azza wa jall. Përgjigjja rreth kësaj pyetje është në disa pika. Ndërto, mu këtë çështje, që ke njëjta pyetje, i ka bërë disa ulema të mendojnë se xheneti në të cilin Allahu e vendosi Ademin dhe Havën me jetu në te, është në këtë dynja, ka qenë në këtë dynja, e nuk ka qenë xheneti i përhershëm, të cilin njohëm ne muslimanët që do të vijë pas në botën tjetër. Sepse në cilin xhenet është vendos Ademi janë dy mendime. Mendimi më i fortë i shumicës së dërmuesit të ulemave dhe është mendim hak inshallah taala, është xheneti vërtet. Po është një mendim tjetër se është një xhenet në këtë dynja, sepse fjala xhenet do thot një kopsht. Pra Allah madhruar ka caktuar një vend dhe lehtë është për Zotin me mbush me tëna të mirat atë. Çfarë vështirësie ka për Allahun azza wa jall? Po argumentet ka thonë ndërto është kjo, se Iblisi arriti me hyrë në xhenet dhe me hyjeshue aty në mëkatin, respektivisht me zbukurue në ngrënien, shijimin e asaj pemë të ndaluar. Kjo është një prej përgjigjeve. Ndërto, Iblisi i mallkuar, tash mendim që xheneti është në qiell atje, dhe kjo është e vërtetë inshallah, Iblisi i mallkuar nuk është futur në xhenet me trup të tij, por vetëm me cytjet e tina, me veset e tina, me ngacmimet e tina, prej distance. Ndërto, Iblisi i mallkuar ka nejtë e dera e xhenetit, dhe u ka folur prej derës së xhenetit. Ndërto, ka hyrë në xhenet sprovë,
tash për Ademin, jo nder për Iblisin, pas pro për Ademin a.s. Se do që t'jetë përgjigja e Zotit din të vërtetën, sepse këtu janë mendime të ulemave dhe të tjera, mendime tjera, e vërteta është ajo që ka cek Allah, fa waswasa lahum ash-shaytan. Atyre u bëri ves cytje shejtani. Dhe u foli shejtani. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin. Dhe u tha aty në dyve, Allahu nuk o ka ndaluar juve këtë pemë, përpos që nëse hani ju këte, do të bëheni me laqa, apo do t'jeni për gjithmonë xhenet, që për gjithmonë xhenet. Dhe u tha, wa qala hal adullukuma ala shajarat al-khuldi wa mulkin la yabla. A mos ju tregoj për një pemë, që nëse hani, do t'jetani për gjithmonë xhenet. Dhe forma tjera që në ceki madhi Allah në Koran për surës Bekare e në surë tjera, se si Iblisi ka drejtuar u ka zbukuruar e tjere, dhe se ka thonë unë du të mirin juve në pikëshelëje, kjo spro për Ademin, për Haven. Dhe është sprove e parë, cytja e parë, ndikimi i parë, suksesi i parë i Iblisit, me i devijue, apo me i bindë njerëzimin me anue nga idejet, bindjet e të mallkuarit shejtan. Natyrisht që Ademi u pendu me gjithë Haven dhe Allah i fali, dhe Allah nuk e ndëshkan Adem për këtë gjuna, sepse ka qenë kader kështu me ndodh. Për ata kur Ademi alayhi salam, që ka në hadith vërtet, hadith është sahih në Bukhari në Muslime, apo në njërë për tyre dyve, Musa alayhi salam, kër ngrit lartë një qilë, pas i vdeq, pejgamber që lartë një qilë, e pejgamber ka se kam taku Musa alayhi salam qilë në pest, kër ka qenë Miraj, alayhi salam. Musa alayhi salam o taku me Ademi, tha ti Ademi baba jon? Tha po, një me Ademi baba i njerëzimit. Tha ti Ademi që të mashtrej Iblisi, e hëngrat pëm, e bona të mkat, e bona se bep e në nëzirë pe i gjenetit në qitën këtë dynja me plec prova. Ju këthy Ademi, tha, ti e Musa? Po, i e Musa, i biri Imranit, që Zoti ka fol, të ka fol ty pa ndërmjetësus, pa të ka vequa? Tha po, me gjithate, po më debaton mu, po më diskuton, diqka, po konteston, diqka që ka, o kon ka derë e shkruar, para se më kryue unë dhe toka dhe qili, pra nuk të ka hije ty o mus, i bjen fjallorin tonë. E Ademi për të hadithë tha, fa haqja Adem Musa, Ademi mujti Musa. Sepse Musa pa që nuk ja qëllaj këto. Që ka të thëtë, se ki ka qenë kaderë e Allahot, dhe Allahot ka të ka urtësin veprimet e tina të bareke o ta'ala. Sepse Allahot më herët e tha Ademi, dije se kjo është armik i yti. Dije se kjo është armik i yti. E Allahot mujti me mbrojt Ademin. Por e la në mënyrë që më ndodh ajo që ka dasht Allahu të jetë të ndodh, e që është brita Ademit në tokë, e që është jetuarit në tokë, e që është pastaj prap ma vanë më këthi në gjenet, për pas e të punojmë këtë tokë, sa të punojmë, sa të jetojmë, më këthi prap në atë vend atje. Pra Ademi nuk o dëbu për gjeneti për gjithmonë, o dëbu për gjeneti për kësesht, vetëm sa të jetë këtë dënja, në myrë që prapa se të vdes, më ngrit në gjenet ajle dhe lost e ti, pasarës e ti, të cilët e pasojnë Ademin alayhi salam. Që shtash edhe në anën tjetër, më në tërgu neve në praktik, i madhe i Allah, se e shef shirën i blisit fitnen e tina,
a shef intrigat e tina në të randa, ai arriti të mashtret babën e ju, andaj keni kujdes, sa është vërtet armik i përbetuar i juve. Pra ka qenë caktimi Allahut Azza wa Jall, pavarësisht se në çfarë formi është drejtuar iblisi. Çështja tjetër, itikafi për femra në shtëpi, po, këte kanë sekur ulemat në për libra të fikut, se kur kanë folur për një kapitull, nën kapitull të itikafit. Kur folin për kapitull në Ramazanit, flasin për nën kapitull të ravive, pastaj ndërtohet në kapitull e itikafit. Kur kanë folur për itikafin, ulemat, nëherë kanë thënë se është sunnet i pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe se pejgamberi nuk e ka lënë itikafin alayhi salatu wassalam. Dhe se kështu dhe rregullat e itikafit e tjera, kur me hyje, kur me dalë, çka lejohet, çka nuk lejohet e tjerë, nëse në xhamia bën me bëj itikafe kështu me radhë, tani kur kanë folur për gratë, kanë thonë gratë bën me bëj itikafe edhe në xhamia, natyrisht në xhamia që të ndara, burrat veç, gratë veç. Por më mirë për to është me bënë shtëpijat e tyre, respektivisht e tash nëse kur themi të shtëpijat e tyre, ku me bë, ku në shtëpi? Keqpina? Jo, me bëj itikaf në vendin ku falet gruaja. Sepse është e preferuar për motra, për gra, me pas një vend të caktuar ku çaty falet gjithaja. Dhe që vendi caktuar për gruan, që falet gjithë një te, konsiderohet sikur se ne që shkojmë në xhami. Ta nëse dënë të bëj itikaf çatërën aja. Çatërën, tanë ditën, tanë natën çatërën. Sikur se burrat që rrinë xhami. Dhe del për aty që ka nevojë. Me nërru avdes, me prish avdes, me marrë avdes, apo me zbrit kuzhinë, me hamur buk, nëse se abi nalt, edhe me hanë buk, apo me rëbuk e nalt e hanë, e pregadit e hanë, edhe çatërën. Flenë, lexon, adhuron Zotin, bën ibadet, falet e kështu me radhë. Kjo është itikafi femrave. Pra sigur se i burrave, vetëm se në shtëpi, në vendin ku falet zakonisht aty. Tamam? Zhvillimet e fundit thot. Dhe hurën shfaqja e Mehdiut. Shfaqja e Mehdiut është për shembull të kiametit, nuk diskutohet. Por jo, nuk është. Jo. Tash me thoni nuk është afruhe, në për çdo të pafrohemi për kiametit, për shenjave të mëdha, ma sakt me thonë. Ne për çdo ditë pafrohemi, për çdo ditë. Dhe ngjarjet qatë shumë po ndryshojnë, qatë shpejt po ndryshojnë, sa që po t'i thuhej dikujt, të zami, kur isha në Sëdën Arabi, me qenë se është këtë skenar ka ndodhur lidhjen e mesme. Po t'i thuhej dikujt kur isha, të zami vitet 90-ta, kur isha në magistraturë, në doktoraturë, në atë kohë isha në studime. Po t'i thuhej, na thuhej neva apo dikujt tjetër, se mbrana 20 viteve, për 2000-shës, 2020-25-ën, pra qerekun e shekullit të ardhshëm, e që është 21-shi, do të ndodhin gjëra të çuditshme. Faka veç mbrana 25 vite, në qereku, do të kishte qenë për neve pa kapshme. Se kurse, po t'i thuaj shqiptarëve tanë, babës tanë e babës tanë, që kam vdekur rahmet shpirti i pastë, vitet të 10-tat. Se, babo viti 2000, që ke Jugoslavi, do të sëptohet, do të ndodh kjo luftë, edhe në fund do të vije deri te pavarësia e kësaj Kosovës, e kështu. Kështu në zot, krejt që tu me ndodh. Për një periudhë ka shkurta, çka du me thonë me këte? Ngjarjet kur dënë Zoti ndodhin shpejt, ende pa përfundon njëna vjen tjetra. Vjen kadirët Zotit, fillej lufta në Sloveni, shumë pak, kalej në Kroaci, nuk zate shumë, fillej në Bosë, zate pak ma gjatë. O ndërpej për një kohë shkurt, o kallën Kosovë, këto të këne, përfundej dhe ju thuj qafa ti, qafiri zullumqari, krejt ke për një dekadë. Ma pak se një dekadë, gjithë të gjana bënën. Maqedonia pavarësu, Malizia bështet në veta tjere. Edhe tash lidhjen e mesme.
E nisi për vjerë arabe atje, ra filan për shtetë, ra për shteti këti, ra i tjetër, e Siria, ku jas ka marrë më vetën kur është konë 3-4 milion njerëz vdicjen, 5-6 milion njerëz është përngullën, është ka për derdhe 2/3 e infrastrukturës, o bon rafsh me tokë, sigur se pralla kur të regët dikush, sigur se në për filma që i skenojnë, është bërë një shtet, jo në qytet, një shtet i plot, me 20 milion, 25 milion banor, e Iraku atje, të tjere, subhanallah. Pra, gjërat ndryshojnë shumë shpejt, dhe ne po vina me shpejtësi drejt fundit respektive shfaqjes shenjat kiametit, por jo dhe ka shpejt sa shpendojnë njerëzit. Sepse nuk vjen me di unë këtë kohë kur musliman tjerë këtë gjendje. Musliman duhet të ndryshojnë. Duhet të përgatitet tereni për marrë me tiju. A drejt ndryshimit të gjendjes së muslimanëve, politike, sociale, fetare, për ekonomike nuk janë shumë pesh unja. Kjo veç është duke u pa. Andaj unë e pres, Zoti e din, që do të vinë ndodhi të shpejta, vitet arshme, e që do t'jenë interes të muslimanëve gjithë sësi. Prej tyne unë e shaf, Allahu e ditë më shaften. Unë e shaf, se njëra ndër këto hapak, apo këto faktor, që të regojnë se po vije situata në interes musliman, në të mirë musliman, është edhe kjo që ndodh tani. Kjo që ndodh tani, që është duke ndodh tani. Sepse Arabet, krejt Arabet, prej Marokot e Mauritanisë, deri në Yemen, dhe deri në Irak, që pastaj vije Persia, respektivisht Irani, krejt këta janë të paaft. Këta veç gojnë mu i me qelë, por asë një hap nuk gudzojnë me marë, apo s'kan gudzo dhe i tani, karshi persianëve apo iranianëve. U janë dridhur Iranit. Arab të gjirit, kamt i kanë lëshoj, kanë dridh, kur është kullat jaj. Andaj, largimi i tina, e ti po shteti, dopsimi ati shteti, pa marësën çfarë formë i vjen. Walillahi junudu samawati wal ard. Dhe ka thënë Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ushtrit Allahut janë të panumërta. Allahu kanë dënë për krijesave të tij e përdor ushtrit veten për me çu diçka në vend. Ai është Zot. Fuqia e tina është se për besimtar, se për jo besimtar, se për të mirë, se për të këqij, se për njerëz, se për gjin, se për hayvan, se për insan, se për dukuritë natyrore, për çdo gjë. Ai është Zot. Kështu që edhe ky ndryshim që është duke ndodhur këto ditë në Iran, apo në lidhjet mesme, unë e shoh pjesë e saj. Që kjo fundi ka më ardhur shumë i mirë për muslimanët me emrin e Allahut Azza wa Jall. Por duhet me ndodhë ndryshime ende. E pritet, me emër të Zotit, nëse jemi gjallë, mrena këtyne 10 viteve, ndoshta do ndodhin hala ndryshimet më dha, kush është gjallë. Me emër të Zotit. Sepse muslimant ballë kanë vuajtur, dhe janë duke vuajtur, dhe janë duke pagu çmimin e të tjerëve. Pa të drejtë, pa hak, pa bo kur gjë, veç janë musliman. E pagujnë shkak gjënaheve tyne. Shkak gjënaheve tyne, shkak largimi tyne nga Zoti i tyne. E ju. Këte Allahu nuk e të leran, të barek o të leran, andale ta pagujnë çmimin, deri sa të bëhet mjaft. Allahu e bëft hajrë, gjithmonë fund themi, Allahu e din më së miri dhe, o Zot, bëna hajrë ja Rabbi, për islamin e për muslimanët.
Dhe mos të harrojmë një send, se tash mos marrim kujim në Ramazan, por të shku pe fundit të dynjas, që për shemb kiametit është shtimi i vrasjeve, e derdhës së gjakut. Shumë gjak derdhet tek njerëzit. Sa që nuk dikush kanë vra, pse vra, asaj që vra, pse vra, s'ku që vrajti, pse vrajti. Allahu na ruaj pe fitneve, ja Rabbil Alamin. Po. Do të vazhdojmë me telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Selam aleikum, jam një motër nga Zvicra, Por nëne. edhe desha me pyet hoxhën për lexim Kur'anin, jam fillestare. Kam vështirësi shumë dhe nuk kam atë përshtypjen që nuk jam ka gjej veten si me vazhdu ma shpejt për lexim, e kam shumë brengt madhe dhe është edhe ajo po më stopon prej dëshirës madhe për me përvetësu dhe me arrit ma shumë me leximin. Rregull, faleminderit për telefonatën. Selamu alaikum. Aleikum selam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, ati që i vije Kur'ani rand me lexu, ai ka 2 sevape. E ka sevapin për lexim të Kur'anit dhe ka sevapin për luftën e nefsit që bën, pra për çat vështirësi që e ndjen, e kë me zërë shtyn kë apo kë me zërë shtyn vetëm me lexu Kur'an. Edhe kë paguhet enkas të Zotit. Andaj, kë hadith në nëzit neve dhe në inkurajon, që edhe nëse në vijë Kur'ani zarë me lexu, ne vetë sa ngritemi të Zotit ma shumë. Tamam, kjo e para. E dyta, Kur'ani motër në parim është i randë. Se nulqi alejke qawlen thaqila, ka thonë Allah. Do të zbresim ty qawlen thaqila, fjallë të randa. Kur'ani është i randë. I randë. I randë. Për ata pjesë e kësaj është i randë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ka qenë mideve, dhe ka zbrit ajeti kuranor, deve në ka mujt me majt. Kurani është i randë. Për ata i bekuar është njerëz, edhe nëse ka qenë ftoft i madh. Ftoft i madh me ftoftin e tyne atje ndimen, që edhe atje bëhet ftoft. Po jo, sikur sa të nemi nësë 3, 4, 5, ama bëhet ftoft. Sa atje plus 5, 6, 7, 8, me erërat që frynë, të mërdhin, të mbile natën, të mërdhiket mërdhin natën. Për ata dhe vezën zjarëmin, apo nëzehen me diçka. Me gjithate, kër vjen të shpallja, o djersite, nga se Kurani është i randë. Pra, Kurani është i randë parim, në sens, po ashtu, që është i tjetër. Kurani është i randë për me lexu për ata që janë fillestar dhe për ata që lexojnë rrallë. Sepse sa ma shumë e lexo Kur'an, më shumë të lehtësohet leximi i Kur'anit. Po më sillni krahazim. Po të ishte Kur'ani i randë, që është për çështë ndjen kjo motër, këtë rast edhe shumë të tjerë, për hafuzat, kur s'është bërë hafuzat. Por hafuzat të lexon Kur'anin, edhe ti e ndjen. A nëpse e ndëgjus, për ndëgjane, nuk për lezan, ajo për lezan, ajo ndjen faktik në mbrana, po ti ndjen, edhe ti ndjen si ndëgjus, se për lezon Kur'anin let. Nga se ka përsërit 1 milion heraj. 1 milion herë ka përsërit. Andaj, sa ma shumë përsërit, letësohet ma shumë. Këto që kjo është fillestare, për fillim, por me trajnim, me ushtrim, me lezim vazhdueshëm, vjen duke lehtësu, e sevapi te Allahu i madhruar nuk paksohet. Andaj veç vazhdoj lexo. Po. Vazhdojmë tutje me telefonatën tjetër, e inkuadrojmë. Selamu alaikum, përshëndetje. Aleikum selam. Po më dëgjoj? Po i dëgjojmë, urdhani me pyetjen. E kam një pyetje, për shembull, në autona shumë me kamion, ka 2-3 orë.
tash ku të kthejna unë, unë shtoj kindia edhe një orë me hi, për shembull, a du të më falën e bashk, a du të më fal drekën? Për shembull, në xhamo ku të vej, për shembull, ik xhamoja e fali drek. A me bë drek i kindi bashkës, për nuk e di. Drekën ti i bën do me të bë bashkë, apo? Unë ku të kthejna në shtëpi ka njëherë e zonë xhamon, ka njëherë o mik xhamoja. Po tjera ditëve, për shembull, a du të më fal bashk apo veç a veç? Mirë, e qartë. Tamam. Allah shpërblet për telefonatën, do të mëni pas pak këshillën. Aleikum selam. Shëqa, meselja e udhëtarit. Nëse je në udhëtim dhe të kanë zanë dreka në rrugë, ti je në udhëtim, ta zanë me nisë pej Tiranës për Prishtinë. Hymjen në Kosovë, kufetit Kosovës, hynë edhe qenia. Ti ki marrë në Prishtinë. Në Prishtinë rrinë para përëndimit të diellit, e që bje qenin e nëzën edhe këto. Andaj të kujtohesh. Atë nana ta falin në rrugë, dreken dhe i qendin të bëj bashkë, ndash në kohën e drekës, ndash në kohën e qendisë. Pra, atë nana të falin në Tiranë, kohë të drekës, ta fali dreken 2 recate dhe qenin 2 recate edhe i hje ka gale 2 namazet. Apo, ta fali dikon paset e një qenia, e fali edhe dreken edhe qendin. Por këtë një në rrugë, gjatë udhëtimit. Apo, kur që këtë shpia, për dire se anzaj qendin, i fali në shpe. 3 mundësi t'i ke. Po që se e len me këtë fundit, për të nëmonal me maravdeses, ki kuën, do shta e me thmije, do shta e me grue, do shta bjeshije, do shta je përgute, ka arsye të ndryshme njeri ju thët, unë pra e nëzaj qenin të shpia, dhe ka kështë ashtu më ka ik, unë i qenin nëzaj të shpia, andaj shkaj në shpe, e maravdes edhe i falit të dyjat, mirë, ta shqysh me i fal. Dreken gjithë sese e fal 2 recate. Dreken e fal 2 recate. Tamam, sepse ka hy dhe ka dal duke qenë udhëtar. I qendin e fal 4 recate. Sepse kënë zanë në shpe, namazin e qendisë, duke qenë qenia ende në kohën e vetë, e fal 4 recate i qenin. Por i bën bashkë. Fal dreken 2 recate, që është bën i kamet, e fal dreken, që është prap i kamet, edhe e fal edhe qendin. Natyrisht i kamet është për mashkuj, për jo për femra. Kaq. Nëse kemi telefonat, po inkuadrojmë. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. Përshëndetje për ty dhe për hoxhën. I pata një 2 pyetje për hoxhën nëse bën. Por noni. Para një muajt shtot në episodin e parë ose dytin të muajt shkurt, e një grua ka vetë hoxhën për shkak të abortit, që ka abortu edhe a është lahus ajo. E unë dërshta me vetër, alhamdulillah pe Allahut edhe najna sprovu, jo një herë po disa herë, edhe mu më ka ndodhë në 2 rastet, që shka thonë hoxha, kum pas embrionin edhe me gjymtyr, edhe pa gjymtyr. A kish mujt hoxha me na spjegu pak ma gjënsisht, qa do me thonë se e kum një që ka thonë hoxha, nëse ka pas beba gjymtyr, e nuk kom mujt me kuptu për çfarë arsye me gjymtyr ose pa gjymtyr. Edhe pyetja tjetër është, a na lejohet mi thirr në iftar këta njerëz që nuk agjërojnë? Në rregull, faleminderit për telefonatën. Ju përshëndesim, selam aleikum. Ndërkaq është koha për një pauzë të shkurtër dhe pastaj për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të këtij emisioni. Qëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webfaqen ton autovizalbini.ch.
Albini Auto, ne e kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Vazhdojmë me pjesën e dytë të nderuar shikues të TTI-s me emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor doktor Shevçet Krasniqi. Ne ka që patëm 2 pyetje nga ajo motra. Pyetja e parë, çështja e abortit po. Bismillahirrahmanirrahim. Sa e përket abortit, respektivisht çka obligohet motra pas abortit? A obligohet me la namazin, konsiderohet lehon, agjerimin, namazin, leximin e Koranit, gjëra tjera që ka të ndaluara lehona, apo konsiderohet jo lehon e pastërt respektivisht me çrregullime dhe i obligohet namazi, agjerimi e të tjerë. Kjo mbaret tek aborti, fryti i cili del prej trupit. Fryti i abortuar. Fetusi, fryti i cili del. A ka ndonjë gjymtyr, ajo është shfaqur, ka fillu mi duk, mi formu. Shambull me pa tash në për qoftë në internet, apo me ultraza atje të në spital, të mjeku, gjenekologja e shef, ta zamë se se mas pari dalin gishtat e vogël, të dora, nuk dalin gishtat e 10 vogël, që pak fillojmë dalu. Fillojmë dalu një tro veshe, një tro... Mi formu ka pak gjymtyrt. Me vrejnë. Nëse kanë fillu mi formu gjymtyrt, qoftë një gjymtyr, pastaj ja aborton, pra kur aborton e shef se pas ka pas fillu mi formu një gjymtyr, kjo grua automatikisht e kanë se dërën vetë lehon. Dhe vazhdan të konsiderë vetë se të tillë lehon deri sa të pastrohet. E ka të ndaluar, do të prish agjerimin e me la namazin e të tjerë. Po që se është thjesht mesh apo gjak, cop mishi, gjak i trash, ku nuk dallohet kur gjas një gjymtyr, nuk është zhvillu. Në shkencë atje, e thojnë, fryti nuk është zhvillu. A nëpse javët kanë kaluar, i bëjt 6 jave, 7 jave, 8 jave, së zhvillu. Pa tjetër duhet me abortu. Në këtë rast, kjo motër, me abortin e këti fryti, kjo duhet më pastru dhe me marrë abdest, kur t'hin kohë namazit, pas t'hin kohë namazit, me fillu me falë namaz. Dhe për çdo namaz me marrë abdest, sepse gjaku rrjedh derisa të pastruhet, por ka çrregullime dhe nuk konsiderohet lehon. Namazin duhet, agjerimin duhet me majt, namazin duhet me fal. Kjo është e njëjtë, sikur se me një femën, e cila nuk ka cikël mujor, por ka çrregullime. Shkak ndonjë smundje, barnave, terapie, stresi, kallabllak faktor janë, të cilët ndikojnë që një femën të ketë çrregullime. Të njëjta janë dispozit. Këto të dyja janë të njëjta pastaj me personin i cili ta zamon një plak së në man urinën Allahu i nderoft, së në man gazrat, ose me ato far katedra që për me pastru, e tjerë, krejta futen në një dispozit që quhet sahibul özr, njerëz të justifikuar. Ku ligjvënësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë merr abdest për çdo namaz. Dhe krejt kjo ndërlidhet me një rast me një grua, e cila ka thonë Fatime të bint Hubejshen, është quajtur ajo gruaja, thonë ja Rasulullah, unë jam një femër e cila kur nuk pastrohem. Pra në stop kam çrregullime. Çfarë bëj? Ka thonë pastrohesh, e hjek gjakun, e pastran,
تتوضئين لكل صلاة merr abdes për çdo namaz. Merr abdes për çdo namaz. Kështu që motrat do të veprojnë dhe motrat edhe vllazët të cilët kanë dalje, qitje të rinë, se prishin abdesin, sëmojnë abdesin, krejt ta futen që të grup. Për çdo namaz do të marrë abdes. Priti namaz dhe namazin tjetër, nuk prish punë që rrjedh, qaj gjak apo çka do qoftë, nuk prish punë. Qaj nuk e prish abdesin, qaj gjësend. Tjerët e prishin, qaj e ju. Vjen koha namazet tjetër, vetë ty prish të abdesin dhe përsërit prapë. Kaq. Dhe kemi telefonat tani pastaj përgjigjemi pyetjes së dytë. Selam aleikum. Aleikum selam. Po. Fillimisht e përshëndes hoxhën e nderuar, Allahu e nderoft e shpërbleft. Amin. Deshta një pyetje me abo. Por Unë kam problem me migren. migren. Kuptohet që agjeroj, deri vonë nuk e kom ditë që lejohen edhe injeksionet, ka pas raste e kom marrë. Sot, për shembull, nuk e morra, erdha në banes, kanë 4:30 më zani me zgjumi, më çu kanë 5:34. Derisa u qova me shumë dhimbë, ula, domethënë për iftar, mendoj që e kom po orën ka qenë 5:36, mirë po, domethënë që kom pi do ujë, hangra një hurme, u fala me menxe, akshamin u shtriva edhe pak, po kur fillova me mendu, pe kam dyshimin, mos rastësisht e kom prish para kohës. Sa ke bëj Domethënë, iftar? a ma mund dyshimi sigurin. Sa ke bëj iftar? Sa? Të keqe kur kam atake migrenoze, qëta deshta me pyet hoxhën që të farë mesele. E di që kur jam shu kam 5:34, ka pas kohë edhe 1 minutë e pak. Ja. Derisa jam shu, jam ul në karrik, kum prit pak, sa e di, e kum pa 5:36, po pe kam një dyshim. Tamam. Në rregull, ka pyetje tjetër? Allahu ju shpërblet. Amin gjithë inshallah. Jo, veç deshta me përshëndet hoxhën, Allahu ju shpërblet. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Allahu të rujtë, të dasht, e të paguft, të shpërbleft, të agjerimin nuk e ke prish, pa marak, heq me solat për atë punë. Edhe mirë që pas ka marrë vesh, që bënë marrë në këtësia kur ke migren, dhe kur të ka krytë shumë që ashtu, të ke drejt edhe me prish. Këtë drejt edhe me prish, e që i bije me mandu një fazion, sepse në kësa rasi fazionët një mojnë shumë. Këtë drejt edhe me prish, nga se dhimbja shumë e madhe. Shumë me vështërsi e përbalon. Allahu të shëroft, dhe shka përdore, bëje një veprim që pe bojnë shumë kush, veç pojnë brenda veshin, dhe për ngjesin një vath, apo një dishka së formë vothit, dhe shumë kush pa thot se për i letësohet shumë dhimbja. Prove edhe që atë është shalë Allahu ta letësa në të shëran. Amin. Po. Në fakt, pata e motra një pyetja, ban me thirrje në iftar ata që nuk agjerojnë. Qysh? A ban me thirrje në iftar ata që nuk agjerojnë? Po ban. Ata e thirrë në darkë. Se në iftar thirret, iftar është për ata që agjeron. Iftar është për ata që agjeron. Por, do në thirë njerëzit, me inderut, e ke se vapin sadakas, me dhanë bëk njërë sadak. Pa marësisht a agjerojnë, nuk agjerojnë njerëzit. Ditën, kër e kanë dalu, Allah nuk banë. Për ndryshe, kër e kohë e lejuar me hangër bëk, bën me dhanë njerëzve, që agjerojnë e që nuk agjerojnë, musliman e jo musliman. Pra, tash më ndryshu pak pyetjen. Nëse neve
për iftar na vinë 5 veta edhe një prej tyre thotë mora një shok temë është katolik. Po ne me të në punë. Ka respekt për ty, ose mo u mërë të keq me lanë veton, ose i shumë bashkë në rrugë, ose e morra. Po pra, sepse ti ka thonë mërë dikën këndush për shembo. Tash azbën me hamare katoliku bukë të tje? A nuk është se vapa? Po. A në pse Ramazan? Tani, ti katolikut e ateistit e të tjetërit, të s'pe jep iftar, pe jep thjesht bukë. Dhënia bukë njeriut është sadaka. Dhënia bukë ushqim hayvanit është sadaka. Shpezës, apo, është sadaka. Dhënia bukë iftar agjerusit, për që sadaka, është edhe shpërblim i veçantë, sepse pe ushqen agjerusin dhe ki se vapër për sadakas, ki se vapë sa ka agjeruaj. Ki se vapë edhe ti. Por këtë se vapë nuk e ki nëse jep darken, në njëri që nuk ka agjeru shumë, një katoliku, një ateisti, ose kuj do të qëtë. Tamam? Kështu që në kohën kur lejohet me dha buk njerëzve, të gjithë mirë se vinë. Mirë se vinë. Qef ka më ka agjeru shumë, për më skofshin për vete kanë. Pastaj mund të bëhet sebeb, shkak. Kër e thirë dikën iftar, jem 5-6 vete, një për ty nuk ka agjeru, ndoshta qatë dita e agjeron. Dhe kjo mund tjetë edhe metodë e mirë me përdorë për mjavë zbukuru njerëzve agjerimin. Mjavë jeshu njerëzve agjerimin, sepse ta me ka me ditë qëfar heshije, e qëfar shëhreti, veç shëhrete, lemën se vape nuk shifet, po qëfar shëhreti ka sofra agjerimit, sofra iftarit, njerëzit me nëzëspresme në Ramazani. Pra ta në musliman të agjerojmë, ne për pas që gëzohëm për Ramazan, ne knaqëm me iftar, ne knaqëm të sofrët iftarit. Pa marësisht, a buke gjiza, qaka, ne knaqëm. Qa dhe që është? është një farloj në ngrëhtësie, subhanë Allah. është një rahmet të Zotit që zbret Allah në kohë të iftarit, dhe të qysh njeriu e shijan tamam, në metin e bukës. Tani kjo edhe për e të psikisht e shpirtnisht e knaqet freskohet. Veç kjo është javlen bara qëron, e lërë mu se vapi e borqi, lami e borqi të tjera. Andaj ban. Vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo. Selamu alaikum. Aleikum selam. Rama. Kam dy pyetje për hoxhën. Ordnani. E para është në lidhje me namazin me xhamat kur e bojmë në xhami. Kur jep imami selam, a duhet edhe na me dhon selam me njerë pas imamit, apo duhet presim kur jep dhe selamin e dytë imami? Po, pyetja tjetër? Edhe pyetja dytë është, në umre kur jem konë, në vendin ku është qabi aty në Mataf, kanë thonë që është e lejuar vetëm për ata që janë për umre. Tash dëshira ishte me hi edhe ditën tjetër, na veç e pat mi kry umrën, a lejohet me hi na që nuk kena me bo umre, për arsye me që ishte dëshira madhe dhe larg vendi, nuk e dish me avin mon umre, apo nuk lejohet. Faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, selam aleikum. Aleikum selam. Me dy tremet pare. Që e selamit. Po. Sa për këtë dhënje selamit me imam, të këne Hanefit, jep me imam për pak pas imamit. Shkëm paralel për pas tina. Gjë asë si para. Mendim tjetër, kër jep selam në ndjalt, dhe e përfëndan atë, a i fillan të majtë, të këthesh ndjalt. Shumë ulemat të tjerë, e kanë mendimin se nuk jep selam dhere sa ta krynë selam aleikum rahmetullah, selam aleikum rahmetullah të dyja, tani ne filloj. Kështu që cilën do ta bësh nuk ka dert, e rëndësishme është mës me dhonë selam para imamit. Mës me dhonë selam para imamit. Asë se si. Sa përket
umrës, respektivisht hyrjes në atë farë. Që thëjnë me Shqip, se arabisht e diunë, për Shqip se di që thëjnë. Ai platoja ku qabja, po që shme thonë aty, që disa vite, ndoshta pe pandemis, e kam bërë rregull organet e qabës, organet menagjuse të qabës, apo stafi menagjus, që mos me lanë poshtë me hy, vetëm ata që janë për umre, e që bje një hram. Kaq. Të tjerët, silën, ka dytë, ka tretë, jashtë, ku dojnë të falen tjertë. Dhe kjo është veç për një qëllim, që m'ja vletësu njerëz me kry umrën sa ma shpejt. M'ja vletësu në kolla blokë. Qefi dhe mundësia në dy senet të ndryshme. Tanë kanë qef me konë saftë parë qabës, tanë kanë qef me konë mrana me pa qabën, po mundësia s'është. Për dire se nuk është mundësia, aq ma pak kur vitet e fundit është, numri i umregjive nuk është me 10 mira, që shka qenë me parë, për ta është me miliona. Andaj këtë hapën e përshëndet shumë, unë ta shisha, e sa erdha. Dhe hyna njëri bënë në umrën, mos mujta me himrena. Dhe ashtë të nëtova. Falu në barë, falu në ka dytë, falu ka tretë, ka hapësir bëllë. Mrana, mos hë më me pengu njerëzit. A është kulturë, a është më shumë se ka të sadak, me alëshu ranin të tjerve, po, liraj hapësir njerëzve. Liraj. Let falen njerëzit. Let ta bojnë umre njerëzit letë, sa ma letë. Kështu që këtë hapë që kanë ndërmarë ata, është hapë shumë i qëlluar, pas një dyshim. Kalojmë tek telefonata tjetër. Selamu alaikum. Apo dëgjojmë telefonata? Regjia kemi në linja, po? Kemi, po nuk po dëgjohet. Atër, po kalojmë tek një pyetje me SMS që të mos humbim kohë shumë. Thotë, selamu alaikum. Jam e martuar që 5 vite, thot, alhamdulillah me bashkëshortin kemi edhe fëmijë mirë dhe kemi raporte shumë të mira me burrin, por gjatë viteve të fundit burri ka punuar si polici thjesht, ndërsa tani ka kaluar në njësinë elite të policisë së Kosovës. Që 2 vite gjatë gjithë kohës qëndrojnë vetëm në veri, shumicën e kohës me orar dhe pa orar të rregullt. Mua më bien mbi kokë të gjitha obligimet e shtëpisë dhe të fëmijëve. Nganjëherë po lodhem nga kjo situatë. A kam gjuna që hidheroj me burrin për këtë gjë dhe që kemi konflikte për shkak të punës së tij që i cili po duhet më mungu ka herë. Po ki gjuna. Gjuna ki. Se tash ka fillu me të bë dreqi për veti. Tash ka fillu me të bë dreqi për veti mbotër. Sepse dreqi nuk dënë, Allah e malkoft, që të mi pas raportet e mira me burtan. Nuk ka mujtë me depërtu ma herët, në asë një mënyrë, tash ka rrit me depërtu me ta gjithë këtë pikë dëpt. Duke të thonë, duke të bërëcytje, duke të folur mas veshit e të veshi, se a shefti këtë punë për i bënë, i bo dhe gru e burë, e marove, e aja tje veç përren, do të me bo diqysh, unë nësë më i kështo, andej këndej, dhe me të kryu një veri, një nervoz, të cilën pastaj e shfryn, do kjo ka safit me burë. E që ka qenë dasht krejt, këndër të me qenë. Psa, ka qef burë me najtë në veri atje, a shkuajnë pëshime verore atje? Ose shkuaj nishët e Maldiveve atje me shkuaj, e më shtërin detë atje me pëshkuaj. Apo shkuaj në front. Në front. Dëtyren më të shajt. A them nga me përgjësit plot. Më të rëndësishmen.
në krejt Kosovën, të gjitha shtresat e njerëzve, janë duke kry shtadjem që atje. Që ata, ndashtu i polici thjesht, ndashtu i elit, që dush, thush. Pa më parasysh pozitës që. Që ata. Andaj, të lumë të ne që i kemi ata policë. Me kur që mas mushë me ndihmu, do të me ndihmu me lutje, me da, me forcu Allahu, me rujt Allahu, me shpërbly Allahu, se shteti nuk ka shpërblen. As kur se ka shpërbly dire me tani. Policia kur nuk ka shpërbly. Kur policia nuk ka shpërbly se ka marë shpërbly në merituar. Që fësi këja, janë shumë të respektum sa të dush, nuk diskutohet. Allahu mos na lash pa ushtëri, inshallah, forcohet halema shumë të tjerë, por krejt bojnë turma së ushtërisë, po jo mas policisë. A ke vrejt? Ta në ushtëria, lumet në për, ta më më lumet në për ushtëria, për polici qka? A dhe që kjo nëse mund të asim në krazim, sigur se me thonë, no, e baba qka i shkreti, ku me të baba? Jevesh nona, do të me dosh nonën, me respektu nonën, do të me dosh nonën, me smidhu nonën, me këshu nonën, po ty, se vesh nonën të ka bo ty, si me rijem ja, pa babë të ka bo ty nona, po ku me të baba bre? Po ku me të mëre baba mëre? Ani të duje nonën më shumë, po mësë me harë mërë babën, pra të duje ështërinë, stimulu më shumë ështërinë, po mësë me harë mërë policinë. Tash. Veç më nalë me kujtu, gjendje që ka qenë të këni, nuk e guzu me dalë në tanë për te i ibrit. Sad nuk ka pjesë Kosovës që nuk mund të shku i lirë, falë zotit lartë në qilë, e poshtë falë kujna, që aty në djemve. Sa hidhe organeve qeveritare, që ashtu e se është urdhëri politik, ekzekutiv që vije pe institucioneve, nuk diskutohet, por kjo është urdhër të nejnë tavolin, respektuar. Por a në teren e ka gjithmonë, punën më të madhe bëna në teren. Në teren e bën punën politika, e bën punën polici. Apo, në zyre e bën punën politikani, zyrtari, në teren polici. Që kë polici po të i thje, që kë e bën atje? Që kë, temperatura ndash tjetë plus 30, ndash minus 10-15, ndash tjetë shi, ndash tjetë borë, a i komenej që aty. Pejty në burrët. Antaj të më gëzu që burrët për të arun vatanën. E kërë të falë që e falë me burrë, jemi bërtit burrët, po me thonë me folë fjallë më të ëmla mi rujtë për burrën tonë. Më të ëmlat. Mënyrë që edhe nësa e lodhët atje, e untohet atje, ti me relaksu, me është qype i këtuhit, me fjallë të ëmlat mira. Qa është groj mirë? Të të zotë të i motër. Ka shku për evlad, me marrë në rogë, ka shku me mbrojt vatanin, ka shku me kry detyren me nderë. E që në kuptan se burrët, është të bo një punë gjigantët madhe, me shok atje. Pasha Allah një punë gjigantët madhe. Ku i dridhen që të nekt e të grupet të terroriste paramilitare tjerë që kanë qenë, ndoshta hala janë të mshefta ku ta dimini në perveri atje. Ju dridhen këty në policëve. Për dere sa për para, e dimini se që është në kryt për pjetë ata. Edhe për të kufina ta dridhen. Falë kujt, mas Allahot falë që në djemve, për ty në burrit tanë. Andaj beristik farë, të që zotë këtë Ramazan beristik farë, dhe kërka fale për burrit tanë, e thej burë, ti e më i mirë në dynjatë. Mu Allah më ka ndëru që më ka bëgë gru tonë. E më falë që ka në herë për më bëdre që për veti. Po, nuk ka marrë me thonë, nuk është në nëqmim. Ruj raportet tua, të shkeltyshme që ki me burë. Allahu të rujt atë burë, e të rujt ty, e të rujt e vlad, dhe të gjithë pëllis në e rujt neve, e në rujt edhe neve, e rujtë Allahu këtë popull, ja Rabbil Alamin, e në rujtë këtë shtëri, e në forcoft këtë shtëri, e në vedjesoft, e në i pruft për shtetë ata që jenë më të mirët, e që punojnë për din, për vatan, për popull, për shoqëri. Allahumma amin, Allahumma amin, Zoti jon mshirana,
Ja Rabbi, runajt të mira o Zot që na i ka dhënë. O Allah, runajt të mira që na i ka dhënë, e pe ty në këtë liri, ja Rabbel Alemin, e këtë siguri që kem, këtë vend të nëruna, ja Rabbi, mos na pezullo, runajt të mira o Zoti jon, të pasionisë, të ushqimit, të mirat shumë të që na ka dhënë, të shëndetit, të mira që na ka dhënë, o Zot mos na pezullo, ja Rabbel Alemin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ju kuadrojmë telefonatën e fundit për sonte. Selamu alaikum, përshëndetje. Apo dëgjohemi telefonata? Nuk po dëgjohet, apo? Atëherë këtu po përmbyllim për sonte, hoq faleminderit shumë. Faleminderit qofshe. Selam aleikum. Të nderuar miq të RTI-s, repriza në RTI, pra është nesër nga ora 12, ndërkaq përgjithsisht ndihni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale Dr. Shevqet Krasniqi. Selamu alaikum dhe natën e mirë.